صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kanë Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut që me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kapitullin e vazhdim, autorin Allahu subhanahu wa taala ka mëshiruar e ka titulluar pjesa ose kapitulli i cili flet mbi obligueshmërinë e pendimit, teubës dhe dispozitat të cilat lidhen me pendimin, me teubën. Me kapitullit e mëhershëm, autori Allahu pas mëshiru në përgjithësi ka përmend rastet kur besimtari i hyn në hak besimtari tjetër, ose duke mashtru, ose duke i bërë gibet, ose duke i shpif, ose duke mos i ndihmu kur ka pas nevojë, ose duke mos e mbrojt nderin dhe pasurinë e tij, ose çështje të tjera të cilat i ka përmend autori që bën pjesë të edukatës e besimtarit me besimtarët e tjerë, ose obligimet që i kemi në ndaj besimtarëve, gjithashtu ka përmend edhe obligimet që i kemi ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha të përmbledhura, ma ato që i ka përmend autori më herët, edhe ma ato që i përmend më vonë, për të gjitha gabimet obligohet pendimi. Për të gjitha gabimet, nëse kemi bërë gabim në raport me Allah, ose me librin e Allah, ose me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose me hadithin e tij, ose me muslimanët, por edhe me njerëzit, por edhe gabimi me krijesa tjera përveç njerëzve, obligohet pendimi. Pendimi është obligativ për shkak se Allahu subhanahu wa taala në një ajet në Kur'an i ka nxit besimtarët me u penduar. Thotë Allahu subhanahu wa taala ya ayyuhalladhina amanu, o besimtarë, tubu ila Allah, pendohuni te Allahu subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu, o besimtarë, tubu ila Allah, pendohuni te Allahu. Pendimi është i lidhur me thirrjen në besim. Nëse edhe pa besimtar do të pendohen, por pendimi që është i kurtë. Njëra duhet me besu, pastaj me u pendu. Ja ayyuhalladhina amanu tubu, o ju besimtar, pendohuni. O ju besimtar, pendohuni. Për shkak se gjunohu është i lidhur me besim. Nëse dikush nuk e ka besimin, pendohet për mëkatin, pendimi i tij është i pavlefshëm, se ai duhet të rregullojë besimin e herë, pastaj me kërkuar falje për gabimet. Çështja e dytë, kurzimi, Allahu subhanahu wa taala thotë tubu ila Allah, pendohuni te Allahu subhanahu wa taala, teubatan nasuha. Pendim jo që është vetëm shprehje, por pendim i sinqert. Ja ayyuhalladhina amanu, o besimtar, tubu ila Allah, pendohuni te Allahu, teubatan nasuha, me pendim të sinqert. Besimi dhe pendimi
Pastaj pendimi i sinqert. Besimi mund pyet dikush pse më u pendua ata të cilët kanë besu. Për shkak se jemi të folur për gabimet të cilat rrjedhin pas besimit. Gjunohat, lëshimet të cilat vinë pas besimit. Ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pendohuni te Allah subhanahu wa taala me një pendim të sinqert. Pendimi i sinqert pastaj gjithashtu i ka rregullat e veta. Dhe rregulli numër 1 është me qenë pendim për një me prej zemrë. Se dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an bel insanu ala nafsihi basira. Njeriu e din për veten e vet shumë mirë a është i sinqert në pendim ajo. E din shumë mirë. Nga se shpesh pendimi bëhet me gjuhë, por pendimi nuk është i vërtetë. Shpesh pendimi bëhet me gjuhë, por pendimi nuk është i vërtetë. Ne, në rregullat e Ehlusunnetit dhe Xhamatit, jemi të detyruar me pranu pendimin e shqiptuar. Nga se ne nuk e dim çka ka në zemrat e njerëzve, por secili individ për vete, secili veç e veç, do të me ditë për vete a është pendimi në gjuhë, a është pendimi në zemër. Nga se me pendimi në gjuhë shpëton para ligjit shariatik, ose shpëton një drejt kësaj bote. Nga se ne gjykojmë në atë që e shohim, dhe zemrat i gjykojnë në Allahu. Por nëse s'ka qenë pendimi me zemër, nuk shpëton te Allah subhanahu wa taala dhe këto tragjedia. Tragjedia është me humbë ditën e Kiametit kur del para Allah subhanahu wa taala. Nga se Allah subhanahu wa taala e din pendimin. Për shenjave që pendimi nuk ka qenë me zemër, kanë përmend dietarët e Sunetit, një prej shenjave që pendimi nuk ka qenë me zemër, por ka qenë vetëm me gjuhë, është personi pendohet edhe vazhdimisht e vazhdon përsëri çat gjëra. Pendohet edhe vazhdon, pendohet edhe vazhdon, pendohet edhe vazhdon. Ky nuk është pendim i sinqert. Ky nuk është pendim i sinqert. Njeriu ka mundësi me e bënin gjëra, me u pendu. Pastaj mos i kohë vjen përsëri njëjtën gjëra, përsëri pendohet. Pastaj mos i kohë përsëri vjen njëjtën gjëra, përsëri pendohet. Dhe kështu mundet me vazhduhet derisa të jetë gjallë. Por me bën gjunon vazhdimisht, edhe ku pendohena vazhdimisht, kjo është gënjeshtër, kjo rrenë. Ai që pin alkool sot, ku pendohena spima, apo pinesër, pendohet apo çdo ditë, të ditë, ai që pindon e tjetri, kjo nuk është pendim. Pendimi i vërtetë që është mrena, është më u largue njeriu nga ajo që e ka vepruar, më u largu prej asaj që e ka vepruar, sinqerisht. Dhe me vendos mos më kthej më. A mundet më kthej përsëri? Mundet më kthej, ndodh. Edhe mendon disa herë, përsëri pendimi është i vlefshëm, por nuk duhet më kon gjinoj e vazhdueshëm. Po penduar gjinoj vazhdon. Ajo s'ka mbulesë, e do të penduar çdo ditë tek grupa mbulesë. Kjo nuk është pendim. Pendim me vazhdimsi të gjinot nuk ka. Pendim të sinqert. Ja i alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju besimtar, pendoni te Allah subhanahu wa taala me një pendim të sinqert. Pastaj në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betu, walladhi nafsi biyadi, beton në atë shpirti Muhamedit që është në dorën e tij. Ajo është Allah subhanahu wa taala, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi akthar min 70 marra. Unë penduam te Allah dhe kërkoj falje më shumë se sa 70 herë në ditë. Në transmetim tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë penduam te Allah më shumë se 100 herë në ditë. Me pendim gjuhës, jo, me pendim përlimat, me pendim të zemrës. Pendimi, sikur kanë përmend dietarët, duhet më konë për ditë. Çdo ditë më u pendu, çdo ditë më u pendu.
Nëse mjafton gjënat e një dite me pa pendu te Allahu subhanahu wa taala. Kush nuk u pendu që një javë, mjafton gjënat e një javë. Kush nuk u pendu që një muaj, dikush s'u pendu për që një vjet. Po shkak se në Islam edhe vazhdimisht nuk i kushton rëndësi veprimeve. Mjaftojnë veprimet e një dite me shku te Allahu subhanahu wa taala pa pendim. Mjaftojnë gjënat e një dite me shku te Allahu subhanahu wa taala pa pendim. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë pendim më shumë se 70 herë, në hadithin tjetër më shumë se sa 100 herë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një mbrojtje për gjënave, nuk ka bërë gjëna hiç. Se më pendua kur s'ka bërë gjëna, veç shprehja astaghfirullah ka shpërblim. Veç shprehja Allahumma inni tubtu ilejk, o Allah pendohna, pa pas bërë gjëna hiç, po që të fjalë ki shpërblim te Allahu. Pendimi edhe pa mos pas gjëna hiç, ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Ose më bëhë kur gjo, asë në këndi që këmë bëhë dishka, por pëndona e kërkoj falje Allah. Kjo është shpreje e imanit, shpreje e besimit, shpreje e përuljes të Allah subhanahu wa taala. Por, në kusht me qenë pendim që del prej zemra, mos më konë pendim që del prej goje. Mos më llogarit pendim që o mësua gjuha. Ne para çdo namazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vepron tek kështu. Dhe secili për neve do të vepruo kështu para se me një namaz, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilej. Me marr tekbir. Mase që t'jap me selam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilej. Pastaj me thonë, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa tabarak ya dhal jalali wal ikram. Por, kjo nuk është procedurë për me hije për me dalë për namazit. Kjo është do të me ndije besimtarin vetën e vetë. Por hije namaz i pendu. Por me pranu Allah subhanahu wa taala namazin për shkak se veprat pranuan te Allah subhanahu wa taala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ayet Allah ka thonë veprat Allah subhanahu wa taala i pranon për atyre të cilët janë devotshëm. Para se me hije namaz, para se me hije me Ramazan, para se me unis për haqë, para se me thonë zeqat me u pendu. Në mënyrë që veprat islamë për t'i bojmë me pranu Allah subhanahu wa taala prej një njeriu të penduar, një njeriu të pastër. Dhe masi e kryjmë namazin, përsëri me kërku falje Allah. Shikoni sa ka dallim gjendja e një besimtari me gjendjen e dikuj që është i pakujdesshëm. Besimtari edhe kur falë namazi kërkon falje Allah, ai i cili nuk ka frikë Allahut edhe kur bën gjëna nuk kërkon falje Allah. Me namaz, masi kryet namazi o Allah falja, po shka bët ju, nësë bën gjëna i bërë cevap, po kjo nivelli i naltit e sëmtarit. Masi e kryet namazonin, o Allah falnaj, gjënat pranaj veprat, po që i bën gjëna ju, kini bën ibadet, tamam kjo rregull, në haqë me shkuar më pendu që përbën haqin në shek më pendu të Allah për gjënat. Ky ka shumë dallim për ati i cili e bën gjënon edhe s'penduhet. Besimtari e bën veprën e mirë dhe penduhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa mos bërë gjënon hiç, penduaj, edhe vazhdimisht ka bën vepra mira dhe penduaj për shkak se veç pendimi, shpreja e përmirësisë është shpërblim, ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, dietarët e çështja e pendimit, dietarët e sunetit është fjala janë të ndarë me dy mendime për sa i përket pendimit. Një besimtari duhet me u penduar për të gjitha gjërat. S'bën për disa pendura, për disa jo. Besimtari duhet me u penduar për të gjitha gjërat. Nuk bën me u penduar për disa jo. Dhe kjo është mendim i fuqishëm i sunetit dhe xhamatit. Por dallim nga el-Mu'tazila, grup i devijuar, të cilët nuk e pranojnë pendimin pjesërisht, ata nuk e pranojnë pendimin pjesërisht për shkak se llogarisin kafir gjithë secilin person që ka gjëna të mëdha. Ne nuk e llogarismi kafir, kërkon që ka gjëna të mëdha. Por pendimi i sakt
pendimi më i mirë është pendimi për gjitha gjinove, por që ta kjo është pendimi më i saktë. Jo në aspektin se ai i cili pendohet pjesërisht, ati nuk i pranohet pendimi për shkak se është kafir, për shkak se ata llogaritin kafir gjithë secilin që ka gjëra të mëdha. Jo, ne nuk thëmë kështu. Ne thëmë pendimi i përgjithshëm është më parsuri, jo për shkak se ai i cili nuk është penduar për disa mëkateve është kafir, por për shkak se ai i cili është penduar për disa mëkateve mund të falet për çato që është penduar, por nuk shpëton për mëkatet që nuk u pendu. Kjo është çështja e parë, edhe çështja e dytë. Ka disa mëkate për të cilat kanë tërheqë vërejtjen edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët, pastaj kanë tërheqë vërejtjen edhe dietarët e tjerë masane. Rumu mos i bëni ato mëkate se s'ka pendim hiç më. Allah na ruaj. Ka disa gjunahe. Nuk janë vepra të kufrit, janë gjuna, nuk e mrin nivelin e kufrit. Por keni kujdes mos i bëni, se nuk falen. U pendove, së pendove. Sa e përket çështjes së parë, pranimi i pendimi nga të gjitha veprat, ata që e kanë më argumente të mbështetura këtë mendim, e mbazon fjalën e Allah subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Thot Allah subhanahu wa taala, nëse largoheni nga gjunat e mëdha, gjunat e vogla janë fali vetë. Hiç pa pendu. Ajeti, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nëse largoheni nga gjunat e mëdha, për të cilave jeni të ndaluar, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allahu thotë në afali gjunat e vogla hiç pa u pendu. Dhe këta shpjegojnë edhe hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin se namazi deri namazi i fal gjunat hiç pa u pendu. Gjumaja deri gjuma i fal gjunat hiç pa u pendu, veç falen vetë se i ki bosh të veprime. Edhe Ramazani deri Ramazan i fal gjunat e një viti hiç pa u pendu me gojas, me zemër. Edhe umra deri umra në hadithin e saktë i fal gjunat, por gjunat e vogla. Jo gjunat e mëdha. Për shkak se për gjunat e mëdha duhet pendim. Kushdo që vdes me gjunat të mëdha pa u pendu te ehlusuneti dhe xhamati, llogaritet se është në kërcënimin e Allahut në ditën e Kiametit. Dhe kjo është e sigurt. Kushdo që vdes me gjunat të mëdha pa u penduar, në ditën e Kiametit është në kërcënimin e Allahut, dhe kjo është e sigurt. Pastaj, kur është në kërcënimin e Allahut, nëse don Allahu subhanahu wa taala e fal, edhe pa u penduar, nëse do e dënon. Nëse do, në kërcënim është gjithsesi. Kushdo që vdes me gjuna të madhe pa u pendu, ka shkuar në rrezik para Allahu subhanahu wa taala. Kur del para Allahu subhanahu wa taala, rreziku se ke shkuar me gjuna të mëdha, nëse do Allahu subhanahu wa taala e fal, nëse do e dënon, por e dënon përkohësisht. Kurse kushdo që vdes në vetën e vet, ka kufrin e madh, shirkun e madh dhe nifakun e madh, ma nuk është në kërcënimin e Allahut, nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon, por është në garanci se ky person nuk fal. Është me garanci se ky person nuk falet. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ata cilët kanë kufër dhe kanë vdekur si të tillë duke qenë qafira, thotë Allah subhanahu wa taala, len yekun illahu liyaghfira lahum. Nuk ja fal Allah subhanahu wa taala atyre. Kushdo që vdes me shirk të madh, ose kufër të madh, ose nifak të madh, nuk shpëton kurrë. E ka të garantuar xhenemin për gjithmonë. Kush vdes me gjunohet pa u pendu nga besimtarët, shkon me kërcënim. Në kërcënimin e Allah subhanahu wa taala, nëse do Allah subhanahu wa taala e dënon, nëse do Allah e fal, por nëse e dënon përkohësisht,
nëse nuk ka besimtar musliman i cili dënohet për gjithmonë xhenem. Nuk ekziston. Nuk ka musliman i cili dënohet për gjithmonë në xhenem. Pa çështja është, nëse personi u penduar për disa gjëra, për disa të tjera nuk u penduar, a ka pas zgjidhje? Nuk ka pas zgjidhje. Por shkak se për çdo mëkate që nuk u penduar, është në kërcënimin e Allah subhanahu wa taala, dhe po dëshiron Allah subhanahu wa taala e dënon, dhe po dëshiron Allah subhanahu wa taala e falë. Në hadithin të cilin transmeton Imam Ahmedi edhe Imam Buhariu, Allah subhanahu wa taala e pasmëshiruar të dytë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala nëse e ka dhënë jetë dikujt deri në 60 vjet edhe nuk u pendua, i ka dhënë afat mjaftueshëm. Nëse dikush i ka bërë 60 vjet jetë edhe hala s'u pendu te Allah subhanahu wa taala, ky ka pas afat mjaftueshëm dhe nuk ka më asnjë arsyetim te Allah subhanahu wa taala. Në transmetim tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu nuk e pranon pendimin më pas se ti marr njeriu 60 vjet. Allahu nuk e pranon më pendimin më se ti bën njeriu 60 vjet. Dhe komentatorët e hadithit, komentën e këtij hadithi kanë thonë e përgjithshmja e kuptimit të këtij hadithi është kushdo që i ka bërë 60 vjet pa u penduar, parimisht mos ja mëson Allahu u penduesh. Ky është komenti. Nëse ndodh nga kush edhe më vonë, hinë Islam e pranohet. Hadithi i saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që penduat derisa si ka ardhur shpirti në fryt, ose deri ka lind tjetër për pendimin, i pranohet pendimin. Pse në këtë hadith thonë 60 vjet? Ka mundësi dikush para se më ardhinja pendimi ka 80 vjet, i ka 70, ose para se më ardh shpirti në fryt i ka 80. Hadithi është i saktë dhe kjo është baza. Hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ja von Allahu mjaftueshëm 60 vjet për më penduar, komenti i tij është kush i ka lënë 60 vite të tjerë të vet, nuk i ka lënë mend më kthy te Allahu, nuk i ka lënë mend në kërku falje te Allahu subhanahu wa taala, atij ose të timit, Allahu subhanahu wa taala nuk ja mëson të më penduar hiç. Dhe shihni praktikisht dikush që s'ka gjë vetë në vend të falë, s'janis. Dikush që s'ka agjëruar, tjerë ka bërë 60 vjet me falatë mesatash, nuk janë nis. Edhe tjetri që s'ka bërë zeqat, edhe tjetri praktikisht e shihni se kushdo që e valon pendimin, rreziku për mos më kthye më në fe është shumë i madh. Rreziku për mos më kthye në pendim më është shumë i madh. Aspektin praktik ata thonë më i mbarur, nuk është çështja se u bën mbarur për sajna, s'u lën. Nuk është problemi këtu. Problemi është që ka zhyt veten e vet në gjëna dhe s'u kthehet më. Innama at-tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-sayyi'at. Pendimi pranon te Allahu ose tewbja që pranon Allahu subhanahu wa taala është atyre të cilët si bojnë gjëna pendohen. Volese te tewbatu. Dhe nuk është pendim i pranon te Allahu subhanahu wa taala i atij që bën gjëna thotë se pendohet më vonë. Se kur bosh pendohet më vonë se pendohesh hiç më. Se dietar, duke qenë në bidatët e tyre, s'kan mujt më penduar. Për shkak se jenë pjek në bidatët e tyre, pse devijojnë grupet e devijuara, duke i ditë argumentet, ku i thonë si të vet, po ka kontribuar me vite në gjëna, nuk kthehet më. Për shkak se ka shkuar periudha e gjatë duke kundërshtuar Allahun dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por të tewbja pendimi pranon është shpejt e shpejt. Dhe nëse robi besimtari pranohet çdo ditë. Edhe ato jo kanë herë, kanë 70 herë, 100 herë. Ky nuk i ka gjunat e pjekuna. Ky ka gjunat që lukunën shumë shpejt, se ky për ditë i bën pendim Allahu subhanahu wa taala. Për ditë kërkon falje te Allahu subhanahu wa taala. Dhe më e mira, nuk ka diskutim sa që pendohemi është më pendu te Allahu me thënë Allah pendona për të gjitha. Nëse ka diçka më veçantë që besimtari llogarit më krim që ka bë, ose ka llogarit një gjëra më të rëndë që ka bë, përmendë edhe me emën, prej kësaj vepre pendon Allah, por në përgjithësi duhet me kërku falje te Allahu subhanahu wa taala, por gjënohet në përgjithësi, pastaj
kanë përmend disa prej dietarëve me thonë Allah vendora për ato që i di dhe nuk i di. Nëse Sufjan e-Thauriu Allah subhanahu wa taala pas më shëruar, në momentin e vdekjes ka qartë dhe ka thonë dikush, pse po qartë? Po shkak gjinove? Ka thënë jo. Jo po shkak gjinove, po shkak se beton me Allah subhanahu wa taala. Se prej kohës kur kam ditë me dalluar të djathtë nga shmajta, nuk di që kam bërë gjëna. S'kam bërë gjëna, vetë di jo, por të kam frikë se kam menuar për diçka që është e sukon, kam menuar që s'është gjëna, ajo kon, kam menuar që është ibadet, e kon bidat, veç për shkak të kësajna, se jo për shkak të asajna që dihet që e ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështjet për të cilave kanë tërheqë vërejtën dietar që janë gabime, por se nuk e bëj shkollën e kufrit, por se duhet me pas kujdes, mos me i vepruar se s'mundesh mu pendua më, se s'ka pendim as në këtë dynjë. Në një janë ata të cilët thrasin në mëkate, ose thrasin në bidate, ose thrasin në kufrijate. Ka dallim, një njeri e bën një gjëra. Edhe ka dallim, ai e bën edhe i thotë të tjerë, hajde bëni këto, kjo thirrje. Kjo është marrë. Ka dallim që dikush bën bidate. Nga ai i cili ulet edhe ju mund desh njerëzve, hajde urdhoni bëni bidate. Ka dallim. Se kjo të thirr në bidate. Edhe ka dallim për atina që bën kufër, për atina që i thirr njerëzit atë me bë kufër. Drejtja e vërtetës është kështu, mos i thirrni të tjerë në kufër, mos i thirrni të tjerë në bidate, mos i thirrni të tjerë në gjinohe. Nëse e ke marrë vetë, e pash vetën në qafë, po mos i thirr të tjerë. Nëse të Ehlusuneti dhe Xhamati nuk arsyetohet thirrsi. Të Ehlusuneti dhe Xhamati nuk arsyetohet thirrsi. Ne për një vepër mendojmë se është kufër. Njerëzit e tjerë disa mendojnë se s'është, disa mendojnë se është, disa e bojnë, disa se bojnë, ka mundësi me u arsyetue disa që e bojnë. Por nuk arsyetohen ata që e thrasin. Ata të cilët thrasin në qafira. Qartë, ka mundësi një vepër të Ehlusunetit është e kanë nxjerr argumente se është vepër e kufrit. Njerëzit ose nga gabimi, ose nga keqinterpretimi, ose nga ndonjë arsye e pranuar shariatike, bjen në të. Ka mundësi dhe të arsyetohet. Por ata të cilët thrasin në të, ata nuk arsyetohen. Imam Ahmedi, Allah subhanahu wa taala pas më shëruar, thoshte mos ja pranoni pendimin atyre të cilët thrasin bidate. Mos bashkëpunoni me ta, mos rrini me ta, për shkak se ata nuk e lënë atë që kanë thirrë. Ata nuk tërhiqen për asaj që kanë thirrë. Nëse atë që kanë thirrë ka qenë vepër e ulët. Çështja e dytë, për të cilën nuk ka pendim, por se kjo emrin shkallën e kufrit që del nga feja, është me i tratuar muslimanët të jo muslimanët. Kushdo që i traton muslimanët tek jo muslimanët, është kafir pa të drejtë pendimi. Këtë dynjo. Sa e përket gjykimit shariatik, ati s'ban me apranu pendimin në mos. Te Allah, ne nuk i gjykojmë njerëzit. Te Allah në gjykojnë Allah. Te gjykimi i kësaj dynjoje, ai i cili ka tratuar ose i traton musliman, nuk ka pendim. Po ja është mishman, në volë. Ata janë disa veprime, duhet me rrut musliman kur, se s'mundesh me përmirësu situatet ma. Aja, thirrja në mëkate, thirrja në bidate, dhe thirrja në kufrijate. Sa e përket gjykimit shariatik, ata mund të pranojnë pendimin, por besimtarët duhet me pasi qenë mos me u afruar me ta.
Mos me afru me ta për shkak të mashtrimeve ose për shkak të shkeljes së rrohën që e ka quajtur deri në veprimin e asaj vepre. Çështja e dytë është çështja e trajtimit të muslimanëve. Dhe kjo s'ka diskutim, s'ka derë, s'ka rrugëzime. Dhe çështja e tretë është çështja e derës së gjakut të besimtarit. Çështja e tretë, që është shumë e rrezikshme, është me mbyt me derë gjakun e besimtarit. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Kush do që e mbyt një musliman pa të drejtë, ai ka më hinë xhenem. Aty ka më qëndru për gjithmonë. Allah subhanahu wa ta'ala me ta është i dhuru. Dhe nuk kam i folë ditën e kiametit dhe për atë ka dërim të madh. Ibn Abbasi, radiallahu anhu, thoshte kush e myt një musliman, për atë nuk ka pendim. Shikoni se këta kanë bërë letë me myt musliman. Mëjnë khavarish, po musliman e vërë. Kush do që e myt një musliman, atë drejt, dënimin e ka në xhenem. Dhe për te, të Ibn Abbasi, nuk ka pendim. Edhe me Mahmedi, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shirua, thoshte nuk ka pendim. Pse s'ka pendim? A ka pendim zyrtar në këtë dynjë? A ka rregullore zyrtare në këtë dynjë shariatike? Po. Rregulloret në këtë dynjë shariatike janë kështu. Kushdo që e mbyt një musliman ka të drejtë, çështja i takon familjes së të dhërorit. Ata kanë të drejtë me afal. Kanë të drejtë me marrë shpagim për tina. Edhe kanë të drejtë me kërku ekzekutimin e tij. Se në përket familjarëve. Por, ka një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit aty vrami, ka përdorë vrasjen e vetë me vërtet Allahu. Kjo ka rëmë, pse ka rëmë? Që e këmë bërë atina? Se do kanë probleme që e ke pasur me mua? Për shka e keni mua qafira me këndra mire? Që e këmë bërë fetarisht me tyje? Se do kanë zëllumë që zarari e keqa që ke pasur të bitë tërme? Edhe të kapin përdore, ditën e kiametit që e ku Allah? Që shtë e parë për të cilën ka me dhënë njerëzit logari, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gjaku. Se e përket njerëzimit. Se e përket Allah që shtë e parë është namazin. Pyetjen e parë që kam e bërë Allah subhanahu wa ta'ala është namazi. A je fal as një fal? Je fal mirë, se fal ik. Pyetja e parë në raportet njerëzore është gjaku. Kush ka derë gjak muslimanëve? E para çështje, që të shumë qëni sa lire mujt gjakun e muslimanëve sa thjesht e mujt, sikur mos më thonë kur çajsh. Pyetja e parë për të cilën nuk ka pendim se ti edhe nuk perduan kjo finjo që e kemi njeriu. Nuk vlen kjo. Vlen zyrtarisht para gjykatës shariatike, por nuk vlen ditën e kiametit. Në argumentet e përgjithshme të shpjeguara, mjaft e kaluara, edhe lypet e kaluara, që më thonë mos të shkon dikush në dynjë duke i pas borxh dikujt. Për shkak se Allahu borxhin e huaj nuk e fal. Borxh më mos i bëj në musliman çka? Unë ju penduar, po e ti pendu pa e ka shku në dynjë, a s'ka ta fal këtu. Kushdo që nuk ta fal këtu, në dynjë s'ta fal kur hiç. Nuk ekzistojnë argumente, s'ka. As baba djalin vetë se fal, as vllai, as kush. Nëse si më halal këtë dynjë, në dynjë s'ta bën halal. Ati që e ke vrar, çish i duhet më halal këtë dynjë, ka më fort kjo punë. Kjo është kuptimi i asaj që thoshte Ibn Abbasi se s'ka pendim, dhe asaj që thotë Imam Ahmedi se nuk ka pendim në zyrtare shariatike që mundet më e paguar edhe jeton si i lirë, ose familja mund me afal, jeton si i lirë, ama ditën e kiametit të Allahu që shëmbulën që ta, se s'ka mundësi pa ta falë, haku i huj, haku i besimtarit tjetër, nuk falet, nëse që ta ka falë këtë dynjë, botën tjetër nuk falet kurse si. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, thoshte kërkoni faljen e tjetër derisa të jeni në këtë dynjë, e mos e pritni me ardhitja e kiametit kur kërkush nuk i bën falje kërkuna. Kërkush nuk i afal kërkuna, për shkak se çështja atëherë është shumë e vështirë
Edhe secili ka nevojë për diçka me i marrë dikujt. Secili ka nevojë për me i marrë dikujt diçka e nuk jetë për kushëruar, e lutim Allah subhanahu wa taala që ta furnizoj me të dim si qenë. Nuk e falet e Allah subhanahu wa taala dhe pendove për të gjitha gjërat që kemi bë kush në zonë se të vogla hapta së mshefta që i din e që nuk i din e Allah subhanahu wa taala i din të gjitha. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.